Të nderuar televizikues, përshëndetje, unë jam Flutur Akasa dhe do t'jemi bashkë në këtë edicion informativ këtu në Drita Televizion, ju njohim me zhvillimet e ditës. Qeveria shqiptare e vendosi masa mbrojtëse për qytetarët nga efektet e luftës në lindjen e mesme, duke vënë në monitorim çmimet e karburanteve dhe produkteve bazë. Ministri i Ekonomisë Delinda Ibrahimaj deklaroi se bordi i transparencës do të qëndrojë aktiv deri në rikthimin e tregut në nivel para krize. Përveç kësaj, fermerët dhe industri do të përfitojnë lehtësira për karburante dhe lëndet e para. Qeveria shqiptare po forcon mekanizmat për të mbrojtur qytetarët nga pasoja e rritjes së çmimeve globale të karburanteve dhe ushqimeve. Ministria e Ekonomisë Delinda Ibrahimaj sqaroi se bordi i transparencës do të monitorojë vazhdimisht çmimet e karburanteve dhe do të ndërhyjë në raste të abuzimeve, duke garantuar që konsumatorët mos penalizohen nga luhatja e tregut. Arsyeja pse ne nuk e kemi ngritur më parë bordin e transparencës është sepse ne kemi bërë një monitorim ditar të çmimeve të bursës, të kostove të tregtimit, pra të kostove të taksave, pra të kostove të zhdoganimit, le të themi, të çmimit që karburanti del nga dogana dhe të çmimit të tabelave. Këtë kemi filluar që me shfaqjet e para, sinjalet e para të rritjeve të çmimeve. Dhe vetëm dje është materializuar një mos reflektim i çmimit të mbylljes së bursës me çmimin që ishte në tabelë. Do të vijojmë të jemi në monitorim të vazhdueshëm të çmimeve. Qëllimi ynë kryesor është që në një situatë kur çmimet po rriten në mënyrë të vazhdueshme, ne të jemi transparent mbi çmimin dhe të mos lejojmë asnjë abuzim apo spekulim mbi çmimin për konsumatorët. Përveç karburanteve, qeveria ka vendosur në monitorim edhe produktet e shportës bazë, duke përfshirë ushqimet dhe detergjentët. Po i monitorojmë një shport me 80 ushqime, po i monitorojmë me bazë ditore dhe e vërteta është që kanë filluar të reflektohen në disa prej produkteve të shportës çmime të rritura. Pikërisht për këtë arsye, siç thash, ne do të aktivizojmë një ekip, disa grupe monitorimi nga Inspektorati Shtetëror i Mbikëqyrjes së Tregut për të verifikuar këto çmime, realitetin e këtyre çmimeve. E pyetur për masa mbështetëse për qeveritarët, Ibrahimaj lajmëroi se pritet miratohet një akt me qëllim reduktimin e aksizës. Jemi duke hartuar një akt i cili do të ndërhyjë në reduktimin e aksizës në nivelin 20% dhe ky mekanizëm do të miratohet në Këshillin e Ministrave dhe do të bëhet publike në momentin e duhur. Rritje gjithashtu kanë psuar edhe plerat kimik, duke paraqitur kosto të shtuar për fermerët shqiptar. Megjithatë, ministra Ibrahimaj vlerësoi se situata nuk është në ato nivele për të ndërhyrë. Një pjesë e inputeve bujqësore, konkretisht plerat kimike që vijnë si derivate e nën produkteve të karburanteve, janë një komponent shumë i rëndësishëm i kostove të prodhimit të produkteve bujqësore dhe ne jemi duke i monitoruar në mënyrë të vazhdueshme. Ne edhe gjatë luftës Ukrainës, kur inputet bujqësore, kosto e inputeve bujqësore u rrit ndjeshëm, nuk ndërhyjm në koston e produkteve bujqësore, pasi në përgjithësi ekonomia shqiptare është një ekonomi e cila bazohet në importe dhe prodhimi apo konsumi, çmimet ndikohen nga çmimet e importeve. Komponenti kryesor gjatë periudhave inflacioniste, pra kur çmimet rriten nëpër botë, është inflacioni i importuar dhe jo inflacioni vendas. Megjithatë, sigurisht që jemi në monitorim dhe nuk akoma situata për sa i përket inputeve bujqësore nuk shfaqet për të pasur nevojë për ndërhyrje. Ministra gjithashtu vuri në dukje se ekonomia e vendit ka treguar shenja pozitive në rritje të punësimit dhe hapjen e mbi 3760 bizneseve të reja vetëm gjatë 2 muajve të parë të vitit. Qeveria synon që këto masa të krijojë një mburojë efektive për qytetarët dhe bizneset ndaj pasojave të krizave ndërkombëtare. Reagimi i kryetarit Partisë Demokratike Sali Berisha vjen pas deklaratave të kryeministrit Edi Rama për korrupsionin në Shqipëri. Berisha e cilësoi vendimin si lavatriçën më të madhe të parave të drogës në Europë dhe hodhi akuza të rënda ndaj Ramës dhe ish zëvendës kryeministres Belinda Balluku. Ai bëri thirrje për ndërhyrje të institucioneve financiare ndërkombëtare dhe paralajmëroi protesta të ardhshme pa përcaktuar ende datën.
Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha u shpreh ashpër kundër kryeministrit Edi Rama në një konferencë për media, duke akuzuar për lidhje të drejtpërdrejtë me trafikantët e drogës dhe për përdorim të hapësirave publike. Ai tha se Shqipëria është ndruar në një lavatriçe të parave të drogës, duke vendosur vendin në një pozicion të paprecedent në Europë. Edi Rama ktheu dje përgjigje. Vendet të cilat na përmendin drogën të shohin veten e tyre se kanë më shumë se ne. Kjo është tipike përgjigja e një padrinoje. Është vërtet se vendet tjera kanë problem drogën, por ka që vërtet se furnizuesit më kryesor të kokainës në Europë janë klanet e drogës të lidhura direkt me Edi Ramën. Berisha nuk i kurseu akuzat ndaj ish-zëvendës kryeministres Belinda Balluku, të cilën e akuzoi për përpjekje për të siguruar shtetësi të huaj dhe për të shmangur përgjegjësinë ligjore për vjedhje dhe shpërdorim të miliarda eurove. Lubia është në kërkim të blerjes së shtetësisë dhe pasaportave, jo në një, por në disa vende. Përpjekjet e fundit të saj kanë qenë për të blerë pasaport me investim në Serbi. Thuhet se ato përpjekje nuk janë kurorzuar me sukses, pas disa përpjekjeve që ajo bëri në vendet e gjirit persik. Në një apel drejtuar institucioneve financiare ndërkombëtare, Berisha kërkoi ngrirjen e çdo llogarie bankare të Edi Ramës dhe Belinda Balluku, duke i konsideruar këto veprime të domosdoshme për parandalimin e keqpërdorimeve. Ai gjithashtu paralajmëroi organizimin e një proteste kombëtare kundër qeverisë, duke theksuar se data e saj ende nuk është e përcaktuar. Çmimet e karburanteve u rritën me 22%, tani po ndikohet çdo sektor që lidhen me prodhimin dhe transportin. Prodhuesit paralajmërojnë se vaji ushqimor, detergjent dhe preparatet larse do të shtrejtësohen dukshëm, duke rënduar shportën e familjeve. Efekti pritet të përhapet edhe tek produktet të bazë ushqimore dhe shërbimet, duke krijuar një fenomen zinxhir ekonomik. Pas rritjes së kostos së karburanteve, prodhuesit të vendas dhe importuesit kanë nisur të përshtatin çmimet e produkteve. Vaji ushqimor, që më parë tregtohej me 176-178 lek për litër, tani është shtrenjtuar në 182-183 lek për litër, ndërsa parashikohet të arrijë deri në 190 lek për litër në 2 muajt e ardhshëm. Ky shtrenjtim ka ndikuar drejt për drejt në familjet shqiptare, të cilat po ndjejnë rritjen e kostos së jetesës. Produkte të tjera si detergjent dhe preparat larës, edhe pse prodhohen pjesërisht në vend, varen nga lënda e parë e importuar. Kjo do të sjellë një rritje të çmimeve të tyre që pritet të reflektohet në treg brenda muajit maj. Importuesit shpjegojnë se koha e furnizimit të lëndës së parë, e cila varion nga 30 deri në 45 ditë, ndikon direkt kur konsumatori ndjen efektin në raftet e dyqaneve. Ekspertët e ekonomisë paralajmërojnë se kjo lëvizje mund të ketë një efekt zinxhir, duke rritur kostot edhe për produktet të tjera ushqimore dhe shërbime që varen nga energjia dhe transporti. Në këtë mënyrë, presioni mbi shportën e konsumatorëve shqiptar pritet të vazhdojë, ndërsa familjet përballen me shpenzime më të larta për nevojat bazë. Që prej mëngjesit të së premtes, Inspektoriati i Mbrojtjes së Territorit ka nisur ndërhyrjen për prishjen e ndërtesave pa leje në bregdetin Orikum Radhim. Ndërhyrja është pjesë e projektit të ri të rikualifikimit të bregdetit Vlorë Radhim Orikum. Forcat të shumta policie kanë siguruar zonën gjatë aksionit, ndërsa IKMT-ja po vijon verifikimin e objekteve të tjera të palishme. Inspektoriati i Mbrojtjes Territorit ka nisur një operacion masiv që prej mëngjesit të së premtes në zonën e Orikumit me qëllim shembjen e 18 objekteve të ndërtuara pa leje. Ky aksion hap rrugën për vijimin e projektit rikualifikimi i bregdetit Vlorë Radhim Orikum, i cili synon të transformojë vijën bregdetare në një nga destinacionet më të frekuentuara nga turistët. Objektet që po shemben janë me konstruksione betoni dhe druri, si dhe disa tenda me korniza metalike. Në listën e ndërtesave të paligjshme përfshihet edhe një restorant në zonën e Radhimës, ndërsa për momentin nuk janë raportuar kundërshtime nga pronarët apo përdoruesit e objekteve. Gjatë aksionit, forcat të shumta policore kanë mbajtur perimetrin e sigurt, duke lehtësuar punën e inspektorëve. Përveç shembjeve, subjekteve të kapura në shkelje u janë vendosur edhe gjoba nga inspektoriati, sipas ligjit për mbrojtjen e territorit. Burime nga inspektoriati bëjnë me dije se paralelisht po kryen verifikime edhe në zona të tjera të bregdetit të Vlorës, me qëllim identifikimin e ndërtimeve të tjera të paligjshme dhe parandalimin e abuzimeve në vijim.
Gjykata e Lezhës shpalli fajtor portugezin Ruben Saraiva për vrasjen e Ardiani Kulajt në prill të 2023 duke dënuar me burgim të përjetshëm. Vendimi ka shkaktuar lehon ndërkombëtare në mediat britanike që raportojnë pagesa milionash dhe plane për eliminimin e të akuzuarit brenda burgjeve shqiptare. Masat e sigurisë për 31 vjeçarin gjatë seancave dhe para burgimit kanë qenë të jashtëzakonshme për shkak të kërcënimeve nga bashkëpunëtor të dyshuar dhe të përfshirë në këtë rast. Portugezi Ruben Saraiva, i rritur në Londër dhe 31 vjeç, u shpall fajtor nga gjykata e Lezhës për vrasjen e Ardiani Kulajt në prill të vitit 2023 dhe u dënua me burgim të përjetshëm. Autoritetet shqiptare kanë kërkuar gjithashtu ekstradim të disa shtetasve britanik, të cilët dyshohen se kanë ndihmuar Saraivën në ekzekutimin e Kulajt. Ky vendim ka tërhequr vëmendjen e mediave britanike, ku raportohet se Saraiva ka marrë £1 milion për të kryer vrasjen si pjesë e një konflikti për hakmarrje. Një nga personat e përfshirë në planifikimin e ngjarjes, Edmond Haxhia, dyshohet se ka ndërmarrë veprime për të eliminuar Saraivën, për të parandaluar që ky fundi të bashkëpunojë me drejtsinë. Për këtë arsye, sipas burimeve operative, është vendosur një shpërblim prej €500.000 për eliminimin e tij dhe brenda burgjeve shqiptare. Masat e sigurisë gjatë seancës gjyqësore ishin të jashtëzakonshme. Saraiva u shoqërua nga një skuadër prej 8 operativësh të burgjeve, ndërsa perimetri i gjykatës së Lezhës ishte i rrethuar nga 15 punonjës të policisë kriminale pa uniforma dhe 5 pjesëtar të forcave shqiponja. Para burgimi i tij në qelin 302 e Peza, vazhdon të mbikëqyret në masa të shtuara bazuar në informacionet operative të drejtorisë së përgjithshme të burgjeve dhe kërcënimet e dokumentuara për jetën e tij. Ky rast nxjerr në parë rreziqet e drejtësisë për krimet ndërkombëtare dhe sfidat e përballjes me përfshirjen e shtetasve të huaj në krime serioze në Shqipëri. Mediat britanike dhe ndërkombëtare po ndjekin me interes zhvillime duke theksuar lidhjet mes vrasjes, pagesave të mëdha dhe mundësive të bashkëpunimit me të akuzuarit me autoritetet shqiptare. Prokuroria e Tiranës ka përfunduar hetimet dhe ka dërguar për gjykim kompaninë Tibo me pronarin e saj Adnan Mahmuda, i akuzuar për mashtrim, pastrim parash, fshehje të ardhurave dhe mos pagim taksash, pas denoncimit të një biznesmeni shqiptaro-gjermane një skemë mashtrimi me vlerë €2.2 milion. Prokuroria e Tiranës ka përfunduar hetimet dhe ka dërguar për gjykim kompaninë Tibo dhe pronarin e saj Adnan Mahmutaj, i akuzuar për mashtrim, pastrim parash, fshehje të ardhurave dhe mos pagim taksash. Sipas dosjes së prokurorisë, hetimet nisën pas kallëzimit të Mirlinda Heydorn, biznesmene me kontratë në shtetin italian, e cila raportoi se ishte mashtruar nga Adnan Mahmutaj, administrator dhe ortak i disa shoqërive, përfshirë Megaware SPK, Tibo SPK, Tibo Al SPK, Tibo Communication SPK dhe Oversport SPK. Kazuesja deklaroi se e kishte kredituar Mahmutajt shumën prej €2.2 milion për vijimin e kontratës që kishte me shtetin italian, por pas komunikimeve me një aksioner të kompanive të lidhura, ishte informuar se Tibo nuk ishte mundësi të kthente shumën duke shkelur marrëveshjen dhe duke rrezikuar fondet e saj. Sipas kontratës, përfituesi drejt për drejt i shumës ishte Megaware SPK, ndërsa Tibo Communication SPK dhe Tibo Al SPK shërbenin si garant duke parashikuar një komision mujor prej €25.000. Prokuroria njoftoi se akuzat janë ngritur edhe ndaj 4 shtetasve të tjerë dhe 5 kompanive të lidhura me këtë rast, duke konsideruar këtë një skemë të strukturuar për fshehje të ardhurave dhe mashtrim të investitorëve. Dosja tashmë është dorëzuar gjykatës për procedim të mëtejshëm, ndërsa autoritetet presin zhvillim në drejtim të gjykimit dhe eventualisht vendimin përkatës për personat dhe kompanitë e përfshira. Ky rast thekson vëmendjen e institucioneve shqiptare për luftën kundër mashtrimeve financiare dhe pastrimit të parave në sektorin privat. Gjykata e lartë ka rrëzuar rekursin e Fredi Belerit dhe Pandeli Kokaveshi duke lënë në fuqi vendimin e apelit posaçëm për korrupsion në zgjedhje. Beleri është dënuar me 2 vite burg, ndërsa Kokaveshi me 3 vite shërbim prove. Çështja lidhet me arrestimin e tyre pak ditë para zgjedhjeve vendore të vitit 2023 për blerje votash në Himar. Gjykata e lartë ka vendosur të mos pranojë rekursin e Fredi Belerit dhe Pandeli Kokaveshit, duke konfirmuar vendimin e mëparshëm të apelit posaçëm që i shpalli fajtor për korrupsion zgjedhor. Me këtë vendim, mbeten në fuqi dënimet përkatëse, 2 vite burg për Belerin dhe 3 vite shërbim prove për bashkëpunëtorin e tij.
Të dy u arrestuan në orët e para të mëngjesit të 12 maj të vitit 2023, vetëm 2 ditë para zhvillimit të zgjedhjeve vendore. Sipas hetimeve të prokurorisë së Vlorës, Beleri kishte ofruar shuma prej 50 eurosh për disa votues për të siguruar mbështetje elektorale. Parat, sipas akuzës, janë shpërndar përmes Pandeli Kokaveshit. Në atë kohë, Beleri ishte kandidati i koalicionit Bashk Fitojmë për Bashkinë e Himarës dhe arriti të fitojë zgjedhjet, por nuk mundi të ushtrojë detyrën për shkak të procedurave penale ndaj tij. Pas përfundimit të dënimit, ai u rikthye në politik, duke u zgjedhur eurodeputet nën siglën e Demokracia e Re, partia e kryeministrit grek Kyriakos Mitsotakis. Gjatë natës, Bora ka përfshirë zonat malore të Shqipërisë nga veriu në jug, duke shkaktuar vështirësi në qarkullimin rrugor dhe dëmet në pemtari, ndërsa borpastrueset kanë ndërhyrë në akset kryesore për të mbajtur rrugët kalueshme. Gjatë natës, një val e ftohtë ka zbardhur zonat malore të Shqipërisë duke lënë pas pranverën e hershme dhe rikthyer dimrin. Në Shkodër, akset bog me theth janë hapur me ndërhyrjen e borpastruesve, ndërsa rreshje të dendura janë regjistruar edhe në Kelmend, Lepush dhe Vermosh, si dhe në qytetin e Pukës. Në Dibër, Bora ka zbritur deri në 700 metra mbi nivelin e detit, duke përfshirë fshatrat përreth Peshkopis. Temperaturat nuk kanë shënuar vlera nën zero, por rreshjet kanë shkaktuar dëme në pemtari, pasi dru frutor të cilët ishin në procesin e çeljes së luleve janë prekur nga i ftohti. Në Bulqiz, rreshjet kanë përfshirë zonat mbi 600 metra mbi nivelin e detit, ndërsa në qarkullimin rrugor ka nisur të shfaqen vështirësi, veçanërisht në akset e minjerave të Martaneshit, zona D dhe Tërnov, ku mjetet që transportojnë punëtor lëvizin me kujdes të shtuar. Në Kukës, fshatrat mbi 900 metra në Arën, Bushtric, Grykçaj, Topojan, Zapot dhe Shishtavec, si dhe zonat e Lek Bibaj dhe Luginës së Valbonës në Tropoj janë zbardhur nga Bora. Në disa akse nacionale, si Kukës me Qaf Mali, Kukës me Bushtric, Kukës me Kru me Tropoj, Kukës me Shishtavec dhe Bajram Curi me Valbon, rreshjet e shiut gjatë natës kanë shkaktuar rënje gurësh, megjithatë qarkullimi nuk është bllokuar. Edhe në jug, rreshjet e Borës kanë prekur Gjirokastrën, ndërsa Bora ka mbuluar qafën e Llogaras nga zona e Pishës Flamur deri në pjesën tjetër të aksit. Mjetet borpastruese kanë qenë në terren gjatë gjithë ditës për pastrimin e rrugëve dhe mbajtjen e tyre të kalueshme për automjetet. Rreshjet e befasishme kanë rikthyer kujtesën për dimrin, duke rikthyer sfida për qarkullimin rrugor dhe bujqësinë, ndërsa autoritetet vendase paralajmërojnë qytetarët për kujdes dhe ndjekjen e udhëzimeve në akset malore. Ecime të tjera zhvillime, kushtrim Kokalla, i akuzuar i tret për vrasjen e Liridona Demajt, ka paraqitur versionin e tij për ngjarjen e 29 nëntorit 2023, duke mohuar se ka pasur dieni për planin e krimit dhe duke sqaruar takimet me bashkakuzat të tij. I akuzuari i tret në çështjen e vrasjes së Liridona Ademajt, kushtrim Kokalla, ka dhënë dëshmi para trupit gjykues të gjykatës së Prishtinës, duke rrëfyer versionin e tij të ngjarjeve të 29 nëntorit të vitit 2023. Kokalla ka deklaruar se gjatë takimeve me bashkakuza Naim Murselin dhe Granit Plavën nuk është diskutuar asnjëherë plan për kryerjen e vrasjes. Ai ka pranuar se në një takim në një pikë karburanti, Murseli kishte ndarë para me të dhe Plavën, duke pohuar se bëhej fjalë për një kredi me interesa të Murselit. Gjithashtu, Kokalla ka treguar se bashkëshorti i viktimës i kishte kërkuar të kryente vrasjen, por ai kishte refuzuar këtë kërkesë. Dëshmia përfshiu edhe ditën e ngjarjes, ku Kokalla konfirmoi se qëndroi në hotel me Naim Murselin. Ai ka mohuar kontaktet e mëtejshme me Granit Plavën atë natë, duke theksuar se kishte refuzuar ftesat për takim. Në lidhje me parat, Kokalla ka pranuar se disa deklarime të tij në polici nuk janë reflektuar plotësisht në proces verbal, por ka mohuar të ketë pasur oferta për kryerjen e vrasjes. Kjo seancë pritet të ndihmojë gjykatën në sqarimin e rolit të secilit prej të akuzuarve dhe në përcaktimin e përgjegjësive lidhur me këtë krim që tronditi komunitetin në Prishtinë. Ecim me lajmet nga sporti, humbja 2-1 në Varshavë ndaj Polonisë shënoi fundin e rrugtimit brazilianit Silvinho në ndërtimin e kombëtares shqiptare. Edhe pse kontrata e tij zgjati deri në korrik, rezultatet e fundit bën të pamundur një zgjatje tjetër. Përplasja me Ukrainën në 31 mars do të jetë sfida e fundit e trajnerit me kuqezit. Epoka e Silvinhos në stolin e kombëtares shqiptare duket se përfundoi mbrëm në stadiumin e Varshavës. Humbja minimale 2-1 kundër Polonisë nuk preku vetëm ëndrrën e Shqipërisë për botrorin e vitit 2026, por shënoi edhe pikën përfundimtare të brazilianit në drejtimin e kuqezimeve. Silvinho kishte marrë drejtimin e ekipit kombëtar në fillim të vitit 2023 dhe kontrata e tij ishte e vlefshme deri në dhjetor të vitit 2025.
Megjithatë, për shkak të kualifikimit në ndeshjet e play-offit për botrorin, Federata Shqiptare e Futbollit kishte vendosur ta zgjas kontratën me 6 muaj, me shpresën se ai do të mund të arrinte sukses në sfidat e mbetura. Pas humbjes ndaj Polonisë, zgjatja e kontratës duket tani e pamundur dhe largimi i tij bëhet çështje kohe. Silvinho do të qëndrojë në stol, edhe për ndeshjen e radhës ndaj Ukrainës më 31 mars, një sfidë që nuk do të ndikojë në fatin e tij si trajner. Zyrtarisht, rrugëtimi i tij përfundon në korrik, ndërsa në qershor janë planifikuar edhe 2 ndeshje miqësore që do të shënojnë momentet e fundit të tij me kuqezinjt. Pavarësisht përfundimit të hidhur të këtyre kualifikueseve, periudha e Silvinhos do të mbahet mend për rritjen e imazhit të skuadrës dhe kualifikimin historik për herë të dytë në kampionatin evropian 2024 në Gjermani. Megjithatë, objektivi kryesor i Kupës Botës mbetet ende i paplotësuar. Fitoria me përmbysje e Kosovës 4-3 në Bratislav e çon ekipin Dardan vetëm një hap larg deputimit në Kupën e Botës 2026. Tifozët në Prishtinë dhe qytete të tjera festuan në rrugë triumfin e përfaqësuesve së tyre. Futbollistët dhe stafi e kremtuan suksesin me këngë, kërcime dhe flamuj kuqezi dhe Kosovës në dhomat e zhveshjes. Ndeshja në Bratislav ishte e mbushur me emocione dhe përmbysje dramatike. Kosova arriti të fitojë 4-3, duke siguruar kalimin në finalen play-off dhe duke bërë që gjithë tifozët shqiptar të shpërthejnë në gëzim. Pas ndeshjes në Prishtinë dhe qytete të tjera, qytetarët dolën në rrugë për të shprehur entuziazmin për triumfin e ekipit. Festa e lojtarëve nuk u ndal në fush. Në dhomat e zhveshjes, futbollistët dhe stafi i trajnerit Franco Foda kënduan dhe kërcyen, duke ngritur flamurin kuqezi dhe atë të Kosovës. Atmosfera u se ngrohtë dhe e gëzueshme, ndërsa lojtarët e ekipit Dardan dëgjoheshin duke kënduar: "Unë jam shqipe nga Kosova." Në aspektin financiar, qeveria e Kosovës do të miratoj të hënën shpërblimin prej 500.000 eurosh për ekipin, të premtuar më parë. Nëse Kosova triumfon kundër Turqisë më 31 mars në stadiumin Fadil Vokri dhe siguron vendin në finalet e Kupës së Botës 2026, kryeministri Albin Kurti ka premtuar edhe një shpërblim shtesë prej 1 milion euro për futbollistët dhe stafin. Më herët, qeveria kishte akorduar edhe 250.000 euro për fazën play-off. Më 31 mars të gjithë sytë do të jenë tek stadiumi Fadil Vokri në Prishtinë, ku Kosova do të përballet me Turqinë në një ndeshje vendimtare, e cila mund ta çojë për herë të parë vendin në Kupën e Botës. Të nderuar televizionistë, do të jemi me parashikimin e motit. Territori shqiptar për datën 28 mars 2026 do të karakterizohet nga kushte atmosferike të paqëndrueshme me vranësira dhe rreshje shiu në disa zona, ndërsa në zona të tjera do të ketë intervale me kthjellime. Paraditja do të jetë me vranësira dhe rreshje shiu në zonat qendrore dhe jugore, ndërsa në zonat verilindore do të ketë më shumë kthjellime. Pasditja vijon me mot të paqëndrueshëm. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 1 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 14 gradë Celsius. Gjatë ditës priten rreth 3 deri në 5 orë me diell. Era do të fryejë lehtë deri mesatare nga drejtimi veriperëndimor me shpejtësi 2 deri në 5 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët rreth 1 deri në 2 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën pritet jetë i ulët rreth 2. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 5:24 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 18:08 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë: Shkodër 6 deri në 14 gradë Celsius, Kukës 3 deri në 10 gradë Celsius, Peshkopi 2 deri në 8 gradë Celsius, Tiranë 8 deri në 12 gradë Celsius, Durrës 7 deri në 14 gradë Celsius, Kavaj 6 deri në 13 gradë Celsius, Elbasan 7 deri në 12 gradë Celsius, Berat 7 deri në 14 gradë Celsius, Korç 1 deri në 6 gradë Celsius, Vlorë 9 deri në 13 gradë Celsius, Gjirokastër 5 deri në 12 gradë Celsius, Sarandë 7 deri në 14 gradë Celsius,
Territori i Kosovës për datën 28 mars 2026 do të karakterizohet nga mot i paqëndrueshëm me reshje shiu në të gjithë territorin. Paraditja dhe pasditja do të jenë me reshje shiu pothuajse në të gjitha zonat. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në -1 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 6 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi veri perëndimor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën pritet të jetë i ulët rreth 1. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 5:18 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 18:03 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë: Mitrovica 1 deri në 4 gradë Celsius, Podujev 0 deri në 2 gradë Celsius, Skënderaj 0 deri në 4 gradë Celsius, Pej 2 deri në 5 gradë Celsius, Prishtinë 0 deri në 3 gradë Celsius, Gjakov 1 deri në 6 gradë Celsius, Malishev 0 deri në 5 gradë Celsius, Gjilan 0 deri në 4 gradë Celsius, Ferizaj 0 deri në 5 gradë Celsius, Kaçanik -1 deri në 4 gradë Celsius, Suharek 1 deri në 5 gradë Celsius, Prizren 1 deri në 5 gradë Celsius. Ishte gjithçka e përgatitur në këtë edicion informativ. Për më shumë zhvillime dhe informacione, klikoni në faqen tonë zyrtare drita.tv. Mund na ndiqni në rrjetet sociale Facebook, Instagram, YouTube, ku jemi me përditësime në çdo kohë. Vazhdoni të qëndroni në shoqërinë e programacionit Drita. Bashkë miru takofshim në edicionin e ardhshëm.